nuk bëhet kiameti para se njerëzimi ose muslimanët të lanë urdhrin në të mirë dhe ndalimin nga e keqja. Ne si musliman ndaj asaj që po ndodh në Gaza, ndaj asaj që po ndodh nga padrejtësi të ndryshme ndaj muslimanëve gjetiu dhe në vendin tonë her pas here, ne çfarë duhet dhe si duhet të reagojmë? Ne kemi 3 opsione. Opsioni i parë sipas hadithit të pejgamberit alayhis salatu vesselam është që të nëse shihni thot ndonjë të keqe, ndryshoni atë me dorën tuaj. Nëse nuk mundeni, atëherë me gojën tuaj. Reagoni, shkruani, komentoni, e kështu me radhë. Nëse nuk mundeni me gojë, atëherë me zemrën tuaj, mos pajtoheni me ato që po ndodh, ndërsa kjo me zemër është imani më i dobët. E rëndësishme është që ne vëllezër dhe motra mos të rrim heshtur ndaj asaj që ndodh ndaj muslimanëve të Palestinës, të Gazës e andej gjetiu në përbot. Allahu është përbleft të gjithëve që ngritni zërin tuaj, sepse kjo do të jetë dëshmi që ne ishim në radhë dhe në safin e të drejtës e jo të padrejtës. Wassalamu alaikum.